Të dashur dëgjues të Radio Maris, qof lëvduar Jezu Krishti. Jeni duke u shoqëruar me emisionin Liturgjia e Fjalës. Ju ftojmë në vazhdim të ndiqni leximet të meshës së shenjtë të së dielës së dytë gjatë vitit liturgjik, cikli A. Leximin e parë lexon motur Irenea Lekaj, psalmin Adelina Palushi, leximin e dytë Nora Ukaj. Ungjillin dhe komentin e Ungjillit do të ndëgjonin nga Don Shtjefen Dodes, drejtori i programit të Radio Maris. Hiri i Zotit qoftë me ju të gjithë. Lexim prej librit të Isaias profet. Hyi më tha, shërbëtori im je, o Izrael, në të cilin do të dëftoj lavdin time. E tash, thot Zoti, që me trajtoj që nga krahërori në nësime shërbëtor për vete, për t'ja kthyer Jakobin ati, për t'a mbledhur rreth tij Izraelin. U bëra i lavdishëm ndër sytë të Zotit, hyi im u bë fuqia ime. Ai më tha, tepër pak është të më jesh shërbëtor për të rilindur fiset e Jakobit, për t'i riadhesuar të pricat e Izraelit, por të caktoj drita e popujve që shëlbimi im të arri në skajt të tokës. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyin. Ja po vi o Zot për ta kryer vullnetin tënd. Ja po vi o Zot për ta kryer vullnetin tënd. Me shpresë të gjallë shpresova në Zotin, dhe ai u prer drejt meje e vështroi britmën time. Në gojë më vuri një këngë të re, himnin e Zotit hyj ton. Ja po vi o Zot për ta kryer vullnetin tënd. Flije dhurata ti nuk do, vetëm zbulove vullnetin tënd. Fli shkrumbimi e pendestare nuk kërkon. Atëherë thash, ja po vi unë. Ja po vi o Zot për ta kryer vullnetin tënd. Në librin e ligjit shkruan për mua, të kryej vullnetin tënd hyje im dëshiroj, ligji yt është në thellësinë e zemrës sime. Ja po vi o Zot për ta kryer vullnetin tënd. Drejtësinë tënde e shpalla në kuvendin e dheut. Shih, nuk i mbaj të mbyllur abuzët, o Zot, ti e di. Ja po vi o Zot për ta kryer vullnetin tënd. Lexim prej letrës së parë të Shën Palit Apostull drejtuar Korintazve. Pali, për vullnet e hyjit i grishur të jetë apostull i Krishtit Jezus, edhe vëlla Sosteni, kishës së hyjit që është në Korint, të shenjtruarve në Krishtin Jezus, të grishurve të jenë shenjtër, bashkë me të gjitha ata që në cilin do vend e thrasin emrin e Zotit ton Jezu Krishtit, Zotit të tyre dhe Zotit ton. Paqe hir e paqe prej hyjit Atit ton, dhe prej Zotit Jezu Krisht. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyin. Aleluja. E fjala u bë njeri e banoi ndër ne, atyre që e pranuan u dha zotësinë të bëhen bijtë e hyjit. Aleluja. Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Gjonit, kapitulli i parë, rreshtat 29 deri 34. Në atë kohë, Gjoni e pa Jezusin duke ardhur ka ai e tha, ja, qengji i hyjit, ky ja shlyen mkatin botës. Ky është ai për të cilin thash, pas meje vjen një njeri i cili është më i madh se unë, sepse ishte përpara meje. Nuk e kam njohur as vetë, por arsyeja pse erdha e jam duke pagzuar me ujë është që ky t'i zbulohet Izraelit. Gjoni dëshmoi edhe e pa shpirtin shenjtë tek zbriti prej qiellit por si plumb dhe zuri vend mbi të. Unë nuk e njihja atë, por se ai që më dërgoi të pagzoj me ujë, ai edhe më tha, në atë që të shohësh se zbret shpirti shenjtë dhe zë vend në të, ai është që pagzon me shpirtin shenjtë. Unë e pash dhe dëshmoj,
ky është biri i hyjit. Fjala e Zotit. Lavdi ty o Krisht. Të dashur vëllezër e motra, për festën e pagëzimit Zotit dhe fillimit të kohës së rëndomt, domethënë kohës gjatë vitit, liturgjia e fjalës nuk na lën të ecim në mënyrë sipërfaqësore, të cektë. Ajo na çon drejt një pyetje thelbësore. Kush është Jezusi për mua? Jo thjesht si figurë historike, jo vetëm si mësues i mirë, jo vetëm si model moral, por sipas zbulesës së vërtetë të hyjit. Pikërisht për këtë arsye në zemër të Ungjillit të sotëm qëndron kjo shpallje e fuqishme e Gjën Pagëzuesit. Ja qengji i hyjit, ky ja shlyen mëkatin botës. Ky është çelësi i gjithë liturgjisë së sotme. Gjithçka tjetër, leximi i parë, psalmi, letra e Shën Palit, rrotullohet rreth kësaj të vërtete. Zoti na zbulon jo vetëm kush është Krishti, por edhe kush jemi ne dhe për çfarë jemi të thirrur. Leximi i parë ka të bëjë me shërbëtorin që bëhet dritë për popujt. Isaia profet na flet për figurën e shërbëtorit të Zotit. Fillimisht duket sikur flet për Izraelin, por tradita e kishës gjithmonë e ka parë këtu edhe një profeci të qartë për Krishtin. Zoti thot: "Të caktoj të jesh drita e popujve, që shëlbimi im të arrijë deri në skaj të tokës." Kjo fjali është shumë e fortë. Zoti nuk kënaqet vetëm me një popull të vogël, me një rreth të mbyllur. Mendimi i hyjit është gjithmonë universal. Shëlbimi nuk është privilegj për disa, por dhuratë për të gjithë. Kjo profeci realizohet plotësisht në Jezusin. Ai është drita për ata që janë në errësirë, shpresa për ata që janë të humbur, falja për mëkatarët, jeta për ata që janë të lodhur shpirtërisht. Por këtu ka edhe një dimension tjetër shumë personal. Nëse Krishti është dritë për botën, atëherë edhe ne, si të bashkuar me të, jemi të thirrur të jemi e reflektim i kësaj drite. Feja nuk është thjesht për shpëtimin tim personal, por për mision. Psalmi vazhdon në të njëjtën frymë. Ai na vendos përpara qëndrimit brendshëm të njeriut të Zotit. Jo flijime formale, jo vetëm ritet jashtme, jo fjalë të bukura, por një zemër që thot: "Ja, po vi o Zot për ta kryer vullnetin tënd." Kjo është zemra e besimit të vërtet, fesë e vërtet. Feja nuk matet me sa lutje dim përmendsh, por me sa jemi gati të bëjmë vullnetin e Zotit në jetën konkrete, në familje, në punë, në marrëdhënie, në mënyrën si falim, si duam, si jetojmë dershmërisht. Edhe Jezusi vetë do të thot me vonë: "Ushqimi im është të bëj vullnetin e Atit." Kështu psalmi bëhet një lloj lutjeje që na përkatit për Ungjillin, të kemi zemër të hapur për atë që Zoti po na zbulon. Leximi i dytë ka të bëjë me identitetin ton të thirrur për shenjtëri. Shën Pali në fillimin e letrës së tij i drejtohet krishterëve të Korintit me këto fjalë: "Të shejtruarve në Krishtin Jezus, të grishurve të jenë shenjtër." Kjo është shumë e rëndësishme për ne. Shenjtëria nuk është për disa njerëz të veçantë. Ajo nuk është vetëm për meshtar, murgesha apo mistik.
çdo i pagzuar është i thirrur të jetë shenjtë. Jo në kuptimin e përsosmërisë pa gabime, por në kuptimin e jetës së dhuruar hyjet, të jetuar në hir, në përpjekje, angazhim, në kthim të përditshëm. Dhe Pali shton një element tjetër të bukur, bashk me të gjithë ata që në cilin do vend e thrasin emrin e Zotit ton Jezu Krishtit. Kisha është universale, ashtu siç ishte universale gjithëmbarshme profecia e Isais dhe misioni i Krishtit. Të gjithë bashk të ndryshëm, por të bashkuar në një Zot. Arrim tani te zemra e liturgjisë së sotme. Gjon Pagzuesi sheh Jezusin dhe nuk thot ja profeti i madh, ja mrekullibërsi, ja reformatori, por thot ja qengji i hyjit. Ky ja shlyen mëkatin botës. Kjo shprehje është e mbushur me kuptim biblik. Qengji ishte simboli i flijimit, i pafajësisë, i dhurimit të jetës për të tjerët. Në Pashkën hebraike, gjaku i qengjit shpëtoi popullin nga vdekja. Tani, Gjoni na thot, Jezusi është qengji i vërtet, jo simbolik, jo figurativ, por realisht ai që jep jetën për ne. Dhe vën re një gjë shumë të bukur. Gjoni nuk e paraqet Jezusin si një gjykatës të ashpër, por si ai që merr mbi vete mëkatin e botës. Kjo është zemra e Ungjillit. Zoti nuk vjen për të na dënuar, por për të na shpëtuar. Jo për të na turpruar, por për të na ngritur. Jo për të na larguar, por për të na afruar përsëri me Atin. Gjon Pagzuesi pra është modeli i dëshmitarit. Një tjetër aspekt shumë i bukur i këtij ungjilli është pra roli i Gjon Pagzuesit. Ai nuk e vë veten në qendër. Ai nuk kërkon famë për veten. Ai vetëm tregon drejt Jezusit. Misioni i tij është i qartë. Unë e pash dhe dëshmoj, ky është biri i hyjit. Kjo është edhe thirrja jonë si të krishterë, jo të flasim vazhdimisht për veten, por të dëshmojmë me jetën tonë për Krishtin. Ndoshta jo me fjalë të mëdha, por me një besnikëri të thjeshtë, një fjalë të sinqertë, një zemër të pastër, një shërbim të heshtur, një jetë që reflekton dritën e Zotit. Çfarë na thot kjo liturgji sot? Kjo liturgji na lë përballë disa pyetjeve shumë konkrete. A e njoh vërtet Jezusin si qengjin tim, domethënë si shpëtimtarin tim? A e pranoj se kam nevojë për faljen e tij? A jetoj si dikush që është i thirrur për shenjtëri? A jam dëshmitar i Krishtit në jetën time të përditshme? Sepse feja nuk është vetëm dëgjimi i fjalës, por përgjigje ndaj saj. Të dashur vëllezër e motra, sa herë që marrim pjesë në mesh, pak para kungimit, ne e dëgjojmë prap këtë fjali. Ja qengji i hyjit, ja ai që shlyen mëkatet e botës. Nuk është vetëm një formulë liturgjike. Është e njëjta shpallje që bëri Gjon Pagzuesi në brigjet e Jordanit. Çdo mesh nafton ta shohim Jezusin me sy të rinj, jo thjesht si zakon fetar, por si shpëtimtar i gjallë, si dritë për errësirën tonë, si paqe për trazimin tonë, si jetë për zemrën tonë. Le të lutemi që edhe ne si Gjoni të mund të themi me jetën tonë,
unë e pash dhe dëshmoj, ky është biri i hyjit. Amen. Përgatiti për ju, Dom Shtjefën Dodës, drejtor programi në Radio Marinë e Kosovës. Hiri i hyjit qoftë me ju. Të dashur dëgjues të Radio Marisë e Kosovës, patet mundësi të dëgjoni liturgjinë e fjalës, leximet e së dielës së dytë gjatë vitit liturgjik cikli A. Me ju ishin Adelina Palushi, Nora Ukaj dhe motor Irenea Lekaj, ndërsa ungjillin dhe komentin e ungjillit e dëgjuat nga drejtori i Radio Marisë e Kosovës Dom Shtjefën Dodës. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju dëshirojmë paqen dhe bekimin e Zotit. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.